Ky episod u mundësua nga Vodafone, Abibank, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo. Ndoshta më duket mua, por ajo e ka pak jetën si djalli vishet me Prada. Nga një revistë mode, sot drejton një biznes online. Në 2016 është shpallur blogerja më e mirë në Austri dhe është një shqiptare, Edisa Shahini. E voilà, si thuhet në gjermanisht? Voilà, Javor, këtu jemi. Mirë se erdhe, edhe tu ngjatjeta. Në Tiranë. Ne kemi më të bukur nga të gjithë, tu zgjat jeta. E vërtet, ashtu është. Faleminderit shumë për ftesën. Edhe më në fund të takuam, sepse ishim duke shkruar me njëra tjetrin që një vit besoj. Po. Që nga viti kaluar në maj, më duket. Dhe më në fund erdha në Tiranë të takoj. Unë kam shumë vite që të ndjek ty në Instagram, nuk e di nëse të ndjek që prej 2016-ës, por të ndjek prej disa vitesh, edhe më dukesh e kështu tipike pastor, se ju blogerët përdorni shumë terma në anglisht dhe bukur është se janë komune tashmë janë ndërkombëtare, clean. Ndikon Vjena që ti ke atë lloj stili? Më duket që po, më duket që Vjena ka ndikuar shumë në stilin tim. Vjena është një qytet shumë elegant, është clean, është e pastër. Dhe arkitektura, kur es në për rrugët e Vjenës, e ke kështu të pastër, ngjyra të bardha, ngjyrat shumë clean, dhe ashtu edhe duket edhe Instagrami im, domethënë ngjyrat natyrale janë dhe ka detajet natyrisht të elegancës së Vjenës, domethënë Vjena kuptohet që është një qytet shumë i qetë në krahasim me qytete tjera si Milano dhe Parisi nuk është, domethënë nuk shihet moda në rrugë, por e ka atë classy, domethënë shumë elegante, dhe ndoshta edhe ajo ka ndikuar në stilin tim. Mod, të jesh në mod, të jesh trend apo të jesh klasi? Për mua të jesh klasi, domethënë për mua është e rëndësishme që të ketë afatgjat, domethënë të jetë timeless, edhe kjo ishte gjithmonë ideja ime dhe si të prezentohem në blogun tim apo në rrjetet sociale që të kem një stili im që është, domethënë, që mund t'i veshësh gjithmonë ato. Po. Nuk ikin kur nga moda si këmisha jote e bardhë me xhinset. Eksakt. Domethënë diçka që ka afatgjat dhe është gjithmonë në trend, domethënë nuk është vetëm për një sezon. Po tani koha është një sezon. Telefoni, iPhone-i është një sezon. Çantat janë një sezon. Tani është momenti Matthew Blaze me çantat Chanel, që fillimisht se si mu duken, po tani të duket sikur të gjithë po blejnë të njëjtën çantë, edhe mbase unë gaboj, por nuk më pëlqejnë shumë trende. Ashtu edhe unë jam në këtë mendim, sepse e shohim edhe ne të gjithë që mbas një sezoni ato nuk na duken më interesante. Pastaj jemi në atë rrethin që vicioz që vetëm konsumojmë, dhe domethënë arsyeja ime është edhe që të komunikoj sa më shumë për sustainability, domethënë për qëndrueshmërinë e produkteve, që të mos blenim atë shumë, por të blejmë me vetëdije dhe me karar, domethënë që të mos bëjmë konsumime të mëdha, gabime të mëdha, sepse edhe natyra, si e shohim, edhe globi jon është së mbushur me shumë produkte që nga fast fashion, po më duket që edhe high fashion është bërë si mënyrë e fast fashion. Konsumeriste janë bërë pak a shumë komerciale, tregtare, masive janë bërë të gjitha. Shumë pak po e ruajnë, edhe ata që po e ruajnë po i rrisin çmimet aq shumë, po për ato çmimet aq shumë të larta nuk më duken që njerëzit klasi janë gati për të paguar aq shtrenjtë. Do të ishte njerëzit sa më shumë kanë, aq më shumë e dinë që nuk duhet të bëjnë gabime financiare dhe të blejnë trende. E vërtet. Edhe tani do flasim për modën, por për momentin dua të flasim për ty. Unë do vija bas që ti ishe nga Tirana, nuk e di pse ke një tani, ne shqiptar jemi dhe ngjajmë, edhe se një kombi jemi, ngjajmë edhe Tirana edhe gocat e Tiranës me gocat e Prizrenit. Po kur folëm për podcastin, kuptova që ti je nga Prizreni, dhe shumë bukur. Akoma dhe mu duk një vlerë më shumë, më pëlqeu që do të kisha një blogere nga Prizreni të suksesshme në Vjenë. Si u gjendet ti atje? Faleminderit. Sa vite ke?
23 vite jam në Vjenë, do me thënë më shumë kam jetuar në Vjenë, ose jetoj në Vjenë se sa në Prizren. Fenomeni që e tha më herët që dukem si nga Tirana, shumica njerëzve mendojnë ashtu, nuk e di këtë fenomen pse, por ndoshta pse kam shumë shoqëri nga Tirana dhe që jetoj në Vjenë. Dhe Shqipëria na lidh, se mos neve nga Prizreni, sepse jemi shumë më afër, besoj, nuk e di. Por, në Vjenë jam 23 vite, jam lindur dhe jam rritur në Prizren. Atje, mbas gjimnasit, vendosa që të shkoj në studime dhe kështu Vjera ishte, domethënë, opcioni im që... Shkove me studime atje, nuk është se shkuat si familje të vendosesh i të emigronit atje. Jo. Ishe në shkollë? Isha në shkollë dhe një derë u mbyll dhe tjetra u hap, them kështu sepse unë fillimisht kisha dëshirë të studioj në Prishtinë, degën e psikologjisë. Atje nuk u pranova, por u pranova në Vjenë, kështu që çdo gjë ndodh me arsye. Absolutisht, disa pengesa janë pjesë e fatit tonë të mirë. E vërtet. Dhe kjo është që mi hapi dyert tjera, unë mendova pse nuk ndodhi në Prishtinë, prindrit e mi ishin shumë të entuaziazmuar që do të shkoj atje, do të studioj në Prishtinë, por atje nuk u pranova dhe pastaj u pranova në Vjenë, po. Por çfarë studiove në Vjenë, psikologji? Po, fillimisht shkoja për psikologji dhe pastaj ndrova drejtimin sepse nuk më pëlqeu mendoja se nuk do të ishte diçka që do të më përmbush për profesion dhe vazhdova studimet në filologji dhe gazetari. Okej. Dhe u gjende pastaj në një revistë mode. Po, Nuk takove Ana Winturin, po aty e takove tek CV-ja jote, tek profili yt, tek blogu yt, lexova që ti ke gjetur një mentore që të ka hapur rrugë. Në një kuptim të ka ndihmuar shumë për të ndjekur fatin tënd, karrierën tënde. Është shumë e rëndësishme të takojmë njerëzit e duhur. Unë gjithmonë them që fati jon janë njerëzit që ne takojmë. E vërtet. Ajo ndoshta zgjat pak, sepse nuk përfundova shumë shpejt në revistë, me thënë, njerë kalova disa punë tjera, diçka që nuk më përmbushën as pak mua dhe isha pak a shumë si në dy mendje se si do të vazhdoj unë karrierën time, sepse në atë kohë kur mbarova universitetin ishte 2009 dhe në fakt ishte shumë mirë sepse unë gjeta punë shumë të mirë në OSB, ishte diçka shumë interesante mbas studimeve dhe mbas asaj e pash që okej, është interesante, por nuk e shifja vetën si në të ardhmen aty të qëndroja aty. Të zhdukur pak e mërzitshme. Po, pak e mërzitshme. Burokraci. Dhe si e dim neve, ose njerëzit tjerë që e din që blogu në atë kohë ishte pak a shumë si një formull që askush nuk e dinte se çfarë ishte. 2009. Besoj atëherë ka nisur dhe Ferrani? Ajo 2010 më duket se ka filluar, po. Mos më thuaj që e ke nisur para Kiarës. Jo. Okej, jo mirë, do më pëlqente mua. Okej. Jo, sepse unë isha gati, domethënë, sapo mbarova universitetin dhe isha pak a shumë si në çdo njeri që si çdo kush mbas studimeve që nuk e di se si do të shkojë edhe natyrisht që unë desha të qëndroj në Vjenë, ishte opcioni të kthehem, por për mua ishte no-go të kthehem, desha të vazhdoj punën atje, që të mbledh sa më shumë eksperiencë në punë dhe e kisha në mendje gjithë kohës që ta kem një platformë ku mund të shkruaj unë, sepse edhe për atë kam studiuar filologjinë dhe gazetarin, por nuk e kisha idenë që do të jetë një ditë profesion. Do me thënë, e mora aftësi si hobi. Të kem, do me thënë, një blog. Po punoje ndërkohë? Punoje një ndërkohë. Çfarë punoje? Isha në real estate. Do me thënë, mbas USB-s kalua në real estate. Ishte edhe ajo interesante, po nuk më përmbushi as pak dhe gjithë njerëzit që më njihnin në atë kohë, i tregoja se kisha edhe një blog në atë kohë dhe thonin se çfarë është, se çfarë plane ke për më të tjerë, do me thënë, ke ndonjë plan që ta bësh si biznes, po unë s'kisha ide, do me thënë, nuk kisha qasje, nuk njihja askë që në atë kohë kishte blog në Austri.
ishin disa, por nuk isha kontakt, domethënë direkt. E pash që domethënë punën që e bëja në real estate nuk po përmbushja as pak, nuk isha as pak e lumtur, domethënë çdo ditë kur shkoja në punë isha ashtu, o zot, si do të shkoj? Dhe e lash punën aty. Çfarë nuk pëlqente te real estate? Ishte shumë corporate, shumë strikte, shumë domethënë e thatë, kështu si i lëndë. Nuk të entuziazmonte kur shisje një shtëpi dhe bëje shumë para? Nuk ishte ajo pozitë, domethënë që shisja shtëpi, komunikimi ishte në gjuhë angleze, por nuk... Ikim, ke bërë mirë që i ke mbyllur atë derë, që i ke besuar instiktit tënd. Eksakte. Po edhe pastaj isha duke kërkuar një punë tjetër dhe pash që revista kërkonte dikë. Cila revistë quhet? Ishte Flair, revista Flair, është një revistë mode, shumë me emër të mirë dhe mendoja thash, okay, do të provoj fatin, do të aplikoj ashtu. Dhe më ftuan në intervistë. Dhe kështu ishte, domethënë, pas të shkoj në intervistë, mendoja, o zot, si do të përballem përpara shefes që do të më ftoj në intervistë. Dhe kisha atë në mendje se do ta takoj Miranda nga TV Worst Fata, prandaj edhe atë më duket shumë interesante. Dhe ajo doj, domethënë, komplet e kundërta, që ajo ishte shumë e butë, shumë e afërt. Më tregoi si quhej? Quhet Nicole Adla. Ajo është edhe një person shumë i rëndësishëm në botën e modës dhe beauty në Austri. Ka kaluar shumë etapa të ndryshme në jetën e saj, domethënë kishte shumë kontakte të mira dhe networking shumë të gjerë, që unë nuk e mora atë si do të kem ndonjë benefit nga ajo, por më la përshtypje si person, si ishte. Dhe unë fillova punën me shumë dëshirë. Ajo të mori me njëherë në punë? Po, më mori me njëherë. Të tha të ditë që ti e pranuar? Po. Okej. Si u bëre gati atë diti, për shumë, ka rëndësi, mendove shumë për veshjen, çfarë do thuash, apo dhe si të duan në këto intervista? Si duhet shkosh? Po, ajo ishte edhe dilema ime që thosha, ndoshta të më shikon nga këmba, gjërë në kokë, se unë kam nga filmi këtë. Eksakt, po nuk ishte ashtu, ishte shumë e thjeshtë, sikur sot, domethënë, e rëndësishme ishte që të flas pse unë dua ta punoj këtë. Çfarë i theti asaj? I thash asaj që kjo është edhe arsye pse jam larguar nga puna nga real estate, që unë e bëj me shumë dëshirë blogun dhe shkruaj shumë me dëshirë. Kam shumë dëshirë të mësoj sa më shumë në këtë LMI. Dhe po, dhe ajo pastaj tha, okay, do të fillojmë, do të shohim se si do të shkoj puna dhe do të pëlqejë dhe të duket njësoj, sikur të kesh një blog edhe të shkruash në shtëpi, domethënë ajo është prapë më ndryshe. Dhe të nesërmën unë bleva lule të gjalla, solla në zyre dhe e rregullova tavolinën me shumë dëshirë. Domethënë isha tepër e gëzuar që mora atë pozitë. Dhe nga i moment mu hapën shumë dyert, domethënë e niste blogun, shkruaje njëherë javë apo njëherë në... Blogu vetëm ishte, por edhe PR agencies, domethënë gjitha agjencitë apo markat dinin që kisha edhe blogun, dhe automatikisht pastaj më ftonin në evente dhe e kuptova se si funksionon ky biznes. Ti në revistë kishe një kolumn tëndin, shkruaje apo merreshe me eventet? Jo, kisha edhe kolumn edhe domethënë faqet të cilat unë i mbaja në... Të ndryshme, pra të klientëve që... Po, eksakt, po. Okej, e kuptoj. Dhe kjo të bëri që të krijosh shumë lidhje, të futesh në network, si që thuhet tani. Po, në networkin e Vjenës. E Vjenës, po. Nëse ka emra në këtë network, pra ishe në networkun e Pradës, e Chanelit, e... L'Oreal, domethënë... L'Oreal, Kerastase... markat që i njohin, po, eksakt, po. Si është punosh me ata? Me që unë jam më shumë se 16 vite në këtë biznes. Besoj e ke një përvojë të mirë për të thënë diçka. Kam një përvojë të mirë, po edhe tek ata ndryshon shumë gjëra, domethënë kohra ndryshon shumë. Çka ishte para 10 vite nuk është më tani, edhe në biznesin PR personazhet që ishin atëherë nuk janë më. Domethënë ndryshojnë shumë gjëra, ndryshojnë edhe ata marrin më pak punëtor,
është inteligjenca artificiale që përdoret më shumë, kështu që jam bërë zëvendësime të ndryshme të punës. Me që jam unë një kohë shumë të gjatë në Vjenë, e kam atë networkën tim, edhe është më lehtë natyrisht të depërtosh në shumë gjëra tjera, po. Pra, po më thuaj që më shumë se sa network, sot të duhet të kesh instinkt për të kuptuar se çfarë kërkon koha dhe mbetesh i vetëm në karrierën tënde, në një kuptim. Po. Se në mes njerëzish. Pra, njerëzit networkun që ti mund kishe para 5 vitesh, ai ndryshon papritur, njerëzit ndryshojnë dhe ti duhet t'ja nisësh nga zero çdo ditë. Në një kuptim t'ja nisësh nga e para. E vërtet, unë them është si maraton, do me thënë, vrapon çdo ditë, është gjithçka shumë e shpejt, informata tani shkon shumë shpejt, edhe ndryshon edhe rrjetet sociale si dim edhe ne, do me thënë, në 5 vitet e fundit ka ndryshuar shumë, duhet të jesh gjithmonë në rrjedha, duhet të jesh gjithmonë e hapur, edhe të ndryshosh diçka, sepse unë nga shkrimi kalova më tepër në content tjetër. Në content video. Gjë që ishte edhe për mua vështirë të ndryshoj atë, sepse pasioni im ishte shkrimi gjithmonë. Synimi im është që të krijoj diçka me afat gjatë, si tash, edhe njësoj, sikur në modë, por edhe në profesion, atë që e bëj unë që e krijoj të ketë një afat më të gjatë se sa një reel që është 15 sekonda. Dhe prandaj edhe fillova kam ndoshta një muaj që edhe Substack, është diçka... Çfarë është Substack? Substack është një platformë, sikur para 15 viteve që ishte blogger.com, dhe me thënë aty blogger.com ishte një platformë ku gjithë blogerët hapin blogun aty. Po Substack është një lloj blogu në fakt që mund të shkruash artikuj. Dhe në Amerikë është shumë e madhe tani për momentin. Hera e parë që e dëgjoj, po ja, e shikoj, mësojmë çdo ditë. Unë mësoj shumë nga stuarit e mi. Po, sepse është një platformë shumë e bukur. Bën dhe për mua? Po, patjetër, sepse edhe ti vjen nga gazetaria dhe shkruan shumë bukur. Faleminderit. Dhe mund të shkruash domethënë artikuj apo çfarë do që të vjen në mend. Në anglisht? Në anglisht, në shqip. Okej. Mund të jesh e para në shqip. Nëse fillon. Pra Substack është edhe mund të monetizohet, domethënë mund të fitosh. Të dyja këto vlen shumë për biznes, sepse për biznesin. Sepse të gjithë japim shumë nga vetja dhe natyrisht që kërkojmë edhe të shpërbleme, apo jo. Po patjetër, në fund fare. Në fund fare është punë dhe kjo është dhe ideja që me që i kam kaluar gjitha fazat tani. Dhe fillova edhe Substack, edhe YouTube, pra kam shumë obligime për momentin që më japin kënaqësi. E disa, çfarë ju pëlqen më shumë njerëzve të shohin? Unë e kam ndarë kur mendjen, se ndonjëherë ka dhe surpriza tek audienca. Udhëtimet i pëlqejnë shumë, kur jap domethënë kështu guides, vende që mua më pëlqejnë ose vende që i kam vizituar. Po, edhe unë këto i kam shumë. Ato i bëjnë gjithmonë save ose ndonjëherë e di që disa nga ndjekësit e mi që janë shumë kohë të gjatë në rrjetet sociale të mia që e ndjejnë edhe më mirë veten kur më kontaktojnë direkt. Ndonjëherë si kanë ruajtur ato që i kam shkruar, më pyesin direkt, më thënë, na jep këshilla të tjera ose ku është postimi yt për ndonjë udhtim, themi. Por më duket që durimi është pak i shkurtër, domethënë njerëzit kanë dëshirë të shikojnë sa më shpejt, informatat i marrin sa më shpejt, është 15 sekonda. Vëmendja është e vështirë tani. Vëmendja është shumë e vështirë. Edhe prandaj mundohem sa më shumë që ta ndryshoj edhe atë, që të shkruaj edhe artikuj, që njerëzit edhe të klikojnë në faqen tjetër, sepse unë kam shumë gjëra për të thënë, por në 0.15 sekonda është shumë pak të tregosh diçka për ndonjë udhtim apo për diçka tjetër që ke për të ndarë me ndjekësit. Dhe njerëzve intereson pra gjëra të ndryshme, nuk e di, domethënë ke edhe ata që janë të interesuar ç'a bëj unë gjatë ditës, ose ata që interesohen për biznesin tim, pastaj ka të tjerë që kërkojnë ideja për biznesin e tyre, sepse neve mësojmë nga njëri tjetri dhe
E kuptoj. Kjo është e mira, po. Nga Instagrami, me që jemi tek ajo që ju pëlqen njerëzve, më duket sikur njerëzve ju pëlqen gjithmonë të futen pak në jetën private të tjetrit. Pra, nuk mjafton ajo që nuk i duan shumë kornizat. Pra, diçka natyrale, diçka organike, njerëzit e pëlqejnë se nuk janë naiv. Nga Instagrami dukesh single. Jam beqare, po. Mirë, shumë mirë. Je e lumtur për këtë fakt? Jam shumë e Je lumtur. shqetësuar? Jo, as pak. Si duket me moshën, si bësh më shtrum me moshë, atëre e kupton që atë qetësinë brenda vetes që e ke dhe lumturinë që e gjen vet, është ka shumë më shumë rëndësi se sa çfarë thonë njerëzit e tjerë, ose të përshtatesh me rating, kështu që jam shumë e lumtur me veten edhe ku jam tani dhe besoj që, si tham edhe më herë, çdo gjë ndodh me arsye dhe ndoshta është arsye më e mirë që jam kështu tani për momentin, nuk e dihet. Po, sigurisht. Sigurisht. Po. Jeta ka surprizat e saj. Po. Ti ke një biznes online që drejton, është një e-commerce vintage. Po. Sa vite ke që e ke nisur? Nuk ka shumë, është super fresh. Super fresh. Po, kemi filluar të lancuar në nëntor të vitit 2025. Jemi në startup për momentin. Po shoh që ka shumë interes për vintage. Po, ka shumë interes për vintage. Jam bërë edhe shumë faqe, jam bërë edhe shumë dyqane që shesin, domethënë fizikisht vintage. Dhe arsye... Janë të gjitha, qëndrojnë të gjitha? Vërtet të gjitha ato çantat janë të 90-s, 2001-shit, 80-s? Po, besoj që po. Gjënden, ka njerëz që i kanë patur. Është shumë e vështirë, sepse gjitha është kuruar, domethënë faqja jonë dhe produktet tona në faqen tonë janë të kuruar me shumë kujdes. Neve jemi vintage, nuk jemi second hand, sepse second hand janë produkte që janë prodhuar në 20 vitet e fundit, dhe para vitit 2000 janë ato vintage. Domethënë çantat janë të vitit 90-ta, fundi i vitit 2000 dhe kështu, domethënë ajo është edhe arsye pse deshtet neve të krijojmë kështu. Cila periudhë kohore, si eksperte tashmë në vintage, cila periudhë kohore e disa të duket ty që ka patur cilësinë më të mirë? Më duket në vitet 90-ta. Vitet 90-ta? Po. Fillimet e vitet 90-ta, fundit e 10-ta, në varet se çka, por lëkura, çantat, shembull Hermes apo Chanel kanë kualitetin shumë më të mirë të viteve 90-ta, po. Pas ku ka nisur rënja? Pas vitit 2000 ka filluar rënja e kualitetit, fatkeqësisht globalizimi dhe gjithë konsumimi, domethënë produkte që me masë shumë të madhe janë prodhuar dhe nuk i dihet tani se ku është prodhuar ajo çantë që shkruan aty që është made in France ose made in Italy. Do shta gjysma është prodhuar në Azi, gjysma tjetër në Itali. Por është e pamundshme që një markë të krijojë atë cilësinë nëse prodhon me një shumicë më amëndse. Çfarë bën ti tani konkretisht? E shoh që e-commerce për vintage është ende një startup edhe është duke u zhvilluar. Po paralelisht domethënë mjafton blogu yt për të dhënë ty standardin e jetesës në Vjenë? Po, mjafton sepse Çfarë bën konkretisht? Pra unë kam brand deals, me thënë bashkëpunime me brande të ndryshme, të cilët më marrin për reklamat të produkteve tyre. Pastaj është e-commerce që kam, të më thënë Maison Rive. Ku jeton në Vjenë? Në Vjenë jetoj në lagjën 18, është një lagjë shumë e qetë, shumë e bukur, e gjelbërt, ka njerëz shumë të bukur, shumë të mirë. Më pëlqen shumë të jetoj aty. Më herët kam jetuar në lagjën 9, edhe ajo ka qenë shumë lagje e bukur dhe më pëlqen shumë. Por aty ku jam tani më pëlqen shumë, po. Ke një apartament tëndin? Po. E ke mobiluar nga bashkëpunimet e tua, pra ke mobiluar përkundrejt reklamës apo i ke bler vet me kursimet e tua? Shumicën kam bler vet, por natyrisht që kam edhe bashkëpunimet për disa gjëra që kam dekoruar
apartamentin, shembull profilet apo perdet. Jam bërë me bashkëpunimet me interior designer nga Vjena. Kam gjithkohës kërkesa për bashkëpunim, por i zgjedh bashkëpunime sipas stilit tim. Standardin dhe cilësisë standard. Po, sepse nuk mund të marr shumë marka dhe them, ok, nuk kam edhe shumë dhoma të fusat shumë mobilje kur më kontaktojnë të gjithë. Por në fillim, kur kur e mora këtë apartament, gjithë investimet i bëra vetë natyrisht, sepse ishte fillimi që unë deshta ta rregulloj ashtu si dua vetë. Dhe po, si gjithë influencerët apo blogerët kanë kështu bashkëpunime edhe për interior, kështu që edhe unë pata rastin, domethënë, të bashkëpunoj me disa marka të bukura. Gjë e mirë është, pse ja? Po. Si është jeta në Vjenë? Me që unë jam shumë e zënë, më duket që është shumë dinamike, sepse kam ashtu jetën edhe ritmin, por jeta në Vjenë në krahasim me qytetet e tjera është më ngadalshme, më e qetë. Më e qetë, më ke atë që e shijon, domethënë, momentin e kafës gjatë pushimeve të punës apo në break, po. Dhe kështu që njerëzit më ngadalë, domethënë nuk janë aq në frenetik, po, si në Londër apo në qytete të tjera më të mëdha. Po besoj që edhe Vjena është duke ndryshuar, sepse rritet më shumë. Unë e krahasoj Vjenën kur kam shkuar para 20 vite që ka qenë shumë e qetë, dhe tani është më e gjallë, ka më shumë njerëz, ka më shumë të rinj. Është edhe qytet studentor që vinë shumë studentë nga Gjermania, nga vende tjera, por më duket se shumica janë nga vendet gjermanfolëse që vinë në Vjenë për studime dhe. Por çfarë ankohen njerëzit atje? Ankohen? Se kudo ankohen njerëzit? Po, është një ajo si stereotype që vjenezët ankohen gjithkohës. Vërtet? Vërtet, po. Okej. Nuk e mendova këtë që ankohen kaq shumë. Unë që vi nga Ballkani dhe kemi parë gjëra të tjera, unë them gjithmonë vjenezët nuk kanë parë më keq, prandaj edhe ankohen. Se kur jeta është gjithmonë mirë, atëherë gjen gjëra që nuk të pëlqejnë edhe ankohesh, por e kanë atë pak që ankohen gjithmonë. Ankohen për kohën, Mirë, tu kanë të drejtë. Është kuptohet, po. Se koha ndryshon gjithkohës, pastaj kur është shumë nxehtë, kur është shumë ftohtë, shumë ftohtë, domethënë ankohen gjithkohës. Por, ja. Kur ishim në Vjenë me motrën, dhe nga një trotuar në tjetrin ndronin stinat. E thoni me shaka. Çfarë muaj ishte kur erdhët ju? Ka qenë maj. Maj, po. Edhe mendosh. Po. Në maj ti pret që do jetë. Eksakt. Por më duket që klima ka ndryshuar në çdo vend dhe për momentin që as maji nuk është më maj sikur ka qenë. Prilli është gjithmonë më që ndryshon sepse gjëra. Cilët janë vendet e tua të preferuara në Vjenë? Ku shkon ti? Dhe me që të kam këtu, dhe japim pak disa këshilla, guides, si thoni ju, si e bëni atë që e bëjnë blogerët? Nuk është se më pëlqen shumë. Okej. Atë që jep një orientime, pra ku shkon ti për një mëngjes, për një drekë vjeneze, po klasi dhe të shishme, për një darkë interesante? Po, zakonisht Vjena është shumë e vizituar nga shqiptarët, ose nga njerëz që i njoh, dhe gjithmonë më kontaktojnë dhe kështu i kam në kokë disa spots që duhet t'i vizitohet çdo kush kur vjen në Vjenë. Pra, për mëngjesin unë do të kisha thënë një vend klasik, kështu të Kafe Landmann, them. Është së mos tani në pranverë verë shumë bukur të ish jashtë, ke pamjen shumë të bukur, përballë është Rathaus, është shumë bukur dhe është pastaj edhe teatri, domethënë kado që shikon është perla shikon, edhe kuaj. Edhe kuaj. Sot, çfarë do t'i thoje disës 20 vjeçare në Vjenë, nëse do ta kishe përballë edhe një këshill, një mesazh? Një kritik. Një kritik, po. Kjo është një pyetje shumë e mirë dhe kam menduar shpesh për këtë. Do thoja që mos u mundosh shumë të përshtatesh me rrethin ose me të tjerët, sepse atë që të bën ty, domethënë, ndryshe është forca jote. Shpesh besoj që vajzat apo djemtë në të 20-ta janë
pak si në ajër, nuk e din në çfarë drejtimi do të shkojnë, nuk e din, sepse edhe rrethi të imponon, duhet të shkollosh, duhet të mbarosh universitetin dhe gjesh punë me një herë, të krijosh familje, nëse je nga me një herë, çdo gjë me një herë, asgjë nuk vjen me një herë. Asgjë nuk vjen me një herë dhe kohrat kanë ndryshuar edhe unë them në çdo kush që është në 20-ta, koha do të vijë, domethënë koha që e kalon në studime është kohë që nuk kthehet prapë. Atë eksperiencë që e krijon në të 20-ta është eksperienca që do të mbaj ty edhe në dekada tjera dhe mos ndikosh nga rrethi, domethënë ta mbash atë rrugtimin tënd, qëllimet tua të jetës. Je e lumtur me Vienën. Jam shumë e lumtur. E lumtur me jetën tënde, se unë i pyes të gjithë për lumturinë. Po, jam shumë e lumtur me Vienën edhe jam shumë e lumtur që jeta ashtu ndodhi që unë përfundova me një qytet që e kam gjetur veten dhe ndihem shumë mirë edhe rahat dhe shoqërinë që e kam atje apo rrethi im që e kam krijuar me shumë vite janë pak, po kanë shumë cilësi dhe ndihem shumë mirë. Edhe është arsye që edhe nuk jam shumë larg nga vendindja, nga shtëpia, sepse prap unë jam e lidhur me Prizren, jam e lidhur me familjen dhe vi shumë shpesh, sepse historia ime ka filluar nga Prizreni, themi kështu, domethënë edhe pse unë kam krijuar jetën atje në Vjenë, por po. Prindrit jetojnë në Prizren. Po, prindrit jetojnë atje. Çfarë bëjnë ata? Ata janë tani pensionist, po babi është dentist me profesion, mami pedagoge, po të dytë janë akademik dhe vllau im është tani, domethënë është dentist sikur babi, ai vazhdoi karrierën e babit. Unë mendoja se do të studioj psikologjinë, por ndryshova drejtimin, por jam më shumë si mami, kështu si tip edhe më kreative në anën tjetër, sepse stomatologjia nuk më ka interesuar asnjëherë. Okej. Shtëpiza ama në Shëngjin ju mbledh të gjithëve bashkë, sepse më thej që me atë rast erdha në Tiranë, do të bëjmë podcastin tonë dhe unë do të shkoj në Shëngjin të rri atje disa ditë. Pëlqen Shëngjini? Po, më pëlqen. Kam bërë gjithmonë pushimet në fëmijëri atje shkonim dhe kam një nostalgji për shkak se ishte koha e bukur me prindrit, ne ishim fëmijë dhe kam kohë pa vajtur. Po, tani duhet të rikthesh. Duhet të rikthehem. Po, apartamentin në Shëngjin nuk e kemi shumë kohë të gjatë, por në kohë të fundit domethënë takojmë edhe atje, shkojmë edhe atje, kalojmë kohë, domethënë në Shqipëri tani, po edhe në Prizren patjetër që atje kam edhe vllaun, edhe mbesat dhe lëvizim. Nga sipas motit se kur është koha mirë, kalojmë në Shëngjin. E ke stresin e lajkeve të numrave? Deshte bëhen ndonjëherë, sepse nëse se e kërkojnë klientët. Po. Numrat kërkojnë. Eksakt. Edhe pse të marrin për nga reputacioni, në fund të gjithë të kërkojnë numra. Në fund për marka tani somos momenti je vetëm numër, domethënë. Nuk të shikojnë çfarë eksperiencë ke, sa kohë je në këtë biznes dhe ajo natyrisht që të dëshpron ndonjëherë. Po, të dekurajon pak. Po, vetëm se mundohem që të mos mendoj në atë drejtim, sepse ajo pastaj vërtet të humbat motivimin dhe thua, wow, për çfarë kam bërë aq shumë punë që një person i cili shkon viral me 2 video në TikTok ose në Instagram ta merr punën. Por edhe pse mundohem që mos të ndikohem nga numrat janë shumë të rëndësishme, fatkeqësisht. Fatmirësisht, si të thuash. Po janë të rëndësishme, nuk ka nevojë që ta sqarojmë edhe. Sëmos, ndoshta edhe ajo është ajo challenge themi që na shtyn çdo ditë të krijojmë sa më interesant content por edhe ajo nuk mbahet nga ne, domethënë është. Çfarë i mungon retailit sot në këndvështrimin tënd? Në këndvështrimin tim, retailit i mungon emocioni. Ka shumë dyqane, ka shumë produkte që dhe pak histori, domethënë shumica retail e bëjnë atë që bëjnë të tjerat. Unë mendoj që ka nevojë njerëzit ka nevojë të njohin më shumë për produktet të cilat shiten, për historinë e produkteve, si janë prodhuar, nga vijnë ato, sepse në fund të fundit mund të gjejmë çdo ku gjithçka, domethënë
ti je si një individ nëse ke një brand, mund të shesësh çka do. Po duhet të kesh një histori, duhet të kesh një... Më pëlqeu shumë kjo që the. Po, sepse kjo ishte edhe arsye pse hapëm atëherën domethënë vitin e kaluar Maison Rive. Vintage stores ka shumë, biznese të tilla ka shumë. Dhe ideja ime ishte që të fillojmë sepse ishte domethënë sezoni dimror kur filluam dhe tham çfarë është për momentin interesant ishtin peliçe, thuani peliçe apo fur. Peliçe i themi ne. Po, vintage dhe sepse shumica e brendeve, edhe brendet të njohura krijojnë ose prodhojnë peliçe që nuk janë të vërteta, nuk janë natyrale. Dhe ajo në fund do të përfundojë në plera, domethënë që e ndot ajrin dhe nuk është as pak është vetëm e dëmshme, s'ka asnjë të mirë, nuk ka qëndrueshmëri. Dhe vendi ku jetoj unë, domethënë në Vjenë, ka shumë peliçe. Është vendi që në viteve 80-ta, 70-ta, apo edhe më herët janë prodhuar dhe gratë kanë blerë sikur flori tani, domethënë ka qenë si investim edhe të blije peliçe. Të blije një peliçe, domethënë. Tani ata që kërkojnë peliçe të shkruajnë ty. Eksakt. Okej. Mirë, kur ta ndaj mendjen unë për të patur një peliçe në jetë. Po pra, dhe ka shumë që na kontaktuan neve sepse ishim një ndër të parët që filluam këtë biznes dhe i kemi reparuar të gjitha. Por edhe pop-up gjatë vitit kemi për çanta dhe aksesor. Aksesorët i kemi nga shembull këto vathët i kam Maison Rive. Kam sjellur edhe ty diçka. Vërtet, faleminderit. Po u takuam shumë shpejt. Faleminderit shumë. Po pra, u takuam hymë me njëherë. E vlerësoj. Faleminderit shumë. S'ka gjë, patjetër. Dhe kështu që kjo ishte domethënë arsyeja pse ose çfarë mund të them unë për retail, të gjithë që kanë këtë biznes të sjellin më shumë emocion, të sjellin një histori dhe të ketë një arsye pse kanë hapur ose pse e bëjnë këtë biznes, sepse si në jetën e përditshme shohim çdo ku dyqane, unë para, okay, por duhet të ketë edhe emocion. Por nuk kanë të gjithë sukses. Sidomos këtë vit e shohim që shumica e brendeve mbyllen. Fatkeqësisht. Ka edhe krize, e disa. Po, edhe në Austri. Është për shkak të mungesës emocionit? Për shkak të konsumerizmit? Po, është kombinimi edhe gjendjes ekonomike për momentin që njerëzit mendojnë nëse ku i çojnë parat. Sigurisht që njerëzit janë ngopur edhe me gjëra që domethënë veshje. Nga Instagrami nuk e kupton dot këtë. Instagrami të gënjen pak, mendon që gjithë janë duke shpenzuar dhe duke bler gjën e fundit. Nuk është e vërtetë, se unë e shoh edhe atje që ankon të gjithë. Okej. Nuk e di si është në Shqipëri, por në Perëndim është për momentin një krizë ekonomike që Jo, ne në Shqipëri kemi të gjitha gjërat në rregull. Dhe e janë këtu. Po, investojmë këtu në apartamente. Që të ktheheni pastaj me më shumë mirënjohje. Më duket se do të vijë ajo koha, se më duket që Evropa lindore do të zhvillohet shumë më shumë se perëndimore. Dhe shumë bukur është sepse duhet i vi radha. Patjetër. Po edhe duhet punojmë për atë, edhe ta mbajmë, të punojmë sepse. Shumë faleminderit Edisa Shahini. Të uroj shumë suksese. Sa dhe pakës vjen në një kuptim. Ky episod u mundësua nga Vodafone, Abi Bank, Melia, Lajthiza, Metropolitan, Tumo.